Duke u konsideruar ndërqarqet më të ekspozuar ndaj përmbytjeve, bashkitë e qarkut të Fierit duhet të marrin masa për përmirësimin dhe investime në sistemin kullues. Kreshnik Ymera, i përgjegjësi i emergjencave civile në prefekturë, thotë se sistemi kullues në pjesën më të madhe bllokohet nga vetë banorët e zonave rurale, ndërsa bashkitë kanë investuar në argje natura duke reduktuar rrezikun nga përmbytjet. Rreziku është potencial gjithandej. Kemi një risk në Brostar, ku ka një qëllim të argjenaturës, për të cilën shkërkuar nga ana jonë dhe marrja masave konkrete për ngritjen e kësaj argjenature, por në vitet e fundit prurjet në lumin Sema kanë qenë jo të konsiderueshme dhe nuk ka pasur rrezik potencial për banorët. Gjithçka varet në këtë moment që flasim nga prurjet e lumit Sema. Nga shumë element përbashkët, që nga prurjet, që nga masat e marra, që nga veprimtaria, po veprimtaria e njeriut, të cilët jo në pak raste ndikojnë edhe negativisht në situatat emergjente. Thoya që sistemi paralajmërimit të hershëm i qarkut Fier ka funksionuar në nivelin më të lartë të mundshëm. Kjo është parë edhe gjatë menaxhimit të situatave që patëm gjatë verës së kaluar, ku qarku Fier në krahasim me ato që ka ndodhin në rang kombëtar ishte një qark më pak i prekur dhe me dëme më pak në raport me ato që ka ndodhin në nivel kombëtar. Kjo për shkak të funksionimit të paralajmërimit të hershëm, të reagimit në kohë të strukturave të shërbimeve zarfikse për kacet, të bashkimit reciprok dhe bashkëpunimit ndërmjet strukturave vendore apo strukturave qendrore. Paralajmërimi i hershëm konsiton në marrjen e masave dhe shkëmbimin në kohë të informacionit të riskut, në shpërndarjen e informacionit për riskun e mundshëm në komunitet, shpërndarja nëpërmjet mediave lokale, një bashkëpunim. Zonat më të rrezikuara në qarkun e Fierit janë njësitë që shtrihen në krahun e djathtë përgjatë rrjedhës së lumit Vjos dhe njësitë administrative Frakull, Levan dhe Darzez, që mund të preken nga përmbytjet. Duke qenë se ne jemi në prag të sezonit dimëror, bazuar në përvojat e viteve të fundit, qarku Fier është një qark i rrezikuar nga përmbytjet, nga rrëshqitet e dherave, bllokimet e kanaleve ujitëse dhe kulluese apo ndërprerjes energjisë elektrike në zonat të caktuara. Në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Mbrojtjes Civile nga ana e prefektit të qarkut Fier është hartuar dhe miratuar një plan masash me detyra dhe masa konkrete, të cilat janë bërë përnjohje dhe për zbatim, ndërkohë përnjohje dhe për zbatim strukturave përkatëse pjesë e sistemit të mbrojtjes civile. Në kuadër të këtyre masave ne dhe gjatë ditës sotme kemi thirrur një mbledhjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile, nga ku presim që dhe bashkitë përkatëse apo dhe strukturat e tjera të sistemit të mbrojtjes civile të raportojnë mbi masat konkrete formale dhe jo formale të cilat ose masa strukturore të cilat janë marrë për menaxhimin e situatës së dimrit. Mbledhja e Komisionit të Emergjencave Civile e thirrur nga prefekti Anduel Gjindi synon marrjen e masave për sezonin e dimrit, jo vetëm për sistemet kulluese, por edhe për funksionimin e paralajmërimit të hershëm, një sistem komunikimi që sipas Ymera sjell reagim të shpejtë ndaj fatkeqësive natyrore. Në Fier, ky sistem ka funksionuar, duke bërë që stina e verës të ishte më pak zjarre se një vit më parë. Fieri pati 170 raste zjarresh gjatë kësaj vere, 30% më pak krahasuar me vitin 2024.